Në vazhdim do të ndiqni informacionet nga Kronika e Zes. Buletini i policisë së Gostivarit flet për një aksident në komunikacion, një rast të zjarri në një shtëpi në rrugën Tjelith, fshatrat Balindodh dhe Çajl, si dhe një vjedhje të kryer në një kafas Pëllumbash që ndodhet afër stadiumit të qytetit. Detajet i sjell bloku i lajmeve në vazhdim. Ta ndjekim. Dje në orët e pasdites në rrugën e Dibrës në Gostivar ka ndodhur një aksident trafiku ku përpasoj është lënduar rënd një 7 vjeçar. Vetura e markës Opel Vectra, e drejtuar nga 33 vjeçari me iniciale ZS nga fshati Çegran, ka përplasur kalimtarin e mitur 7 vjeçar, i cili ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe pas dhënies së ndihmës së parë mjekësore në spitalin e Gostivarit, me urgjencë është transferuar në spitalin e Shkupit. Pas denoncimit të rastit, ekipi i policisë dhe prokurori publik kanë dalur në vendngjarje dhe kanë kryer ekspertizë. Punohet në zbardhjen dhe identifikimin e rrethanave që çuan deri tek aksidenti. Sot rreth orës 3:30 të mëngjesit në afërsi të xhamisë së fshatit Balindodh, një shtëpi është përfshirë nga flakët e zjarrit. Në shtëpinë e cila është përfshirë nga flakët e zjarrit, në ato momente nuk ka pasur asnjë person. Zjarri fillimisht ka shpërthyer në dhomën e ditës për t'u përhapur më pas në ambientet e tjera të shtëpisë. Përpasoj, zjarri ka shkaktuar dëme të shumta materiale. Me intervenimin e njësisë së zjarfikësve, pa kaluar një orë, zjarri është lokalizuar tërësisht. Në vendngjarje ka ndalur një ekip i policisë i cili me urdhër të prokurorit publik ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes. Punohet në zbardhjen e shkaqeve dhe vlerësimin e dëmit material. Shtëpia që u përfshin nga flakët ndodhet rreth rrugës që lidh fshatrat Balindodh dhe Çajl, ndërsa është pronë e 67 vjeçarit me iniciale MT. Personat e panjohur kanë kryer vjedhje në një kafas Pëllumbash që ndodhet në afërsi të stadiumit të qytetit në Gostivar. Pronari ka denoncuar rastin në policinë e Gostivarit. Pasi kanë hapur dhunshëm derën e kafasit, personat e panjohur ja kanë grabitur 40 pëllumba. Nga policia e Gostivarit njoftuan se janë duke punuar në identifikimin e autorëve të vjedhjes.